Është caktuar ambasadori në këtë moment, erdhi pak si surprizë, sepse ka dhëna që Edi Rama po përgatit reforma kushtetuese për të anulluar SPAK-un dhe reformën drejtësi. Pra po bën testet dhe provat për të marrë edhe një pazar të mirë me zotin Berisha dhe për të gjetur një mënyrë për ta kufizuar ose për ta gjymtuar reformën drejtësi. Edhe përfaqësitë të shteteve të tjera janë ankuar për këtë dhe sigurisht kjo shpallje e ambasadorit vjen nga Marco Rubio, i cili është njeriu i shtetit dhe i deep state-it, nuk është trumpist, është i votuar me gjitha votat e Kongresit dhe është një konsensus i vetë Donald Trump me pjesën tjetër të skenës politike të Amerikës, të cilët i shkuan në inaugurimin e dytë. Sepse në inaugurimin e parë kemi pasur një Trump tjetër, i cili bënte një politikë jo shumë të kolauduar me Grenell dhe me shok. Të pabalancuar me tjerët. Tani ka pjesën e Rubios me vete, njerëz të cilët i analizojnë mirë interesat e shtetit dhe nëse ju kujtohet, në datën 14 shkurt të vitit 2016 ka ardhur në Tiranë sekretari i shtetit dhe ka thënë i bëj thirrje politikës shqiptare të miratoj reformën drejtësi sepse është interes strategjik amerikan. Do të thotë është armë strategjike. Nuk deshën ata dhe miratuan si njerëz shumë të papajshëm. E miratuan me trysni. Çfarë do thotë? Këtu rrezikohet duke shfrytzuar momentin dhe duke supozuar që Trump nuk do të ketë fokus në këtë çështje, pa janë gëzuar në Shqipëri që Trump mund të jetë një president deri diku i papërgjegjshëm në këto çështje të shtetit, nuk është vetëm me biznes, është real estate guy. Mund të bëjmë dhe mund të zgjidhim. Po patë para e zgjidh me Trumpin? Po japim dhe gadishullin përveç. Dhe ta shfrytëzojmë ne këtë moment ose perceptimin dhe analizën e gabuar që kanë këta për administratën amerikane, për të anulluar SPAK-un dhe reformën drejtësi. Mirë po aty ka një dualitet, pra ka dy nivele shteti, është Trump dhe familja ti e politikës dhe biznesit, por është dhe Rubio me shtetin dhe me analizat e drejta dhe profesionale dhe të ftohta, Zdigjojnë verish bën me qytetarët e shtetit. Pra ka një lloj dualiteti, ka pasur gjithmonë, qysh pas luftës së dytë botërore, ka qenë një lob i departamentit pak ndryshe për të menaxhuar interesat ndryshme. Ti këtë ambasador e shikon jo si pjesë e oborrit të Trumpit, po si pjesë të deep state-it, Oborri i Trumpit përgjithsisht nuk ka pasur ushtarak, ka pasur deri diku tek biznesmen dhe mise. Nuk ka qenë një obor ushtarak. Ai nuk vjen nga karriera diplomatike. Ai nuk vjen nga karriera diplomatike që ti nuk ka lidhje me karrierën e linjës së vazhdueshme të departamentit shtet. Ka dhe ambasador special. Nuk po themi që është nga këta desk oficerët që del nga laptopi dhe vjen ambasador. Aty ka caktime të ndryshme dhe problemi vetëm në Shqipëri është problem sigurie, që këta e shkaktojnë nëpërmjet korrupsionit, që nuk është dëm monetar, por korrupsioni është dëm spionazhi. Ka bërë reforma drejtësisë, kjo deklarata e sonshme. Kjo është kryer deklarata në këtë emision, që Edi Rama don me zhbë reformën drejtësi. Edi Rama don ta cungojë reformën drejtësi. Thuje këtë se është me interes me ditë ka si qyshtek, të martën ka më majtë një mbledhje në Bruxelles, ti tregojmë se ta mos ta japin aprovim. Nuk din gjë ata, thotë Erben. Edi Rama është nuk din gjë ata. Nuk din gjë, Edi Rama është targeti i çdo çështje penale në Shqipëri. Çdo çështje penale e fuqishme në Shqipëri të çon tek Edi Rama dhe tek administrata e tij dhe është njeriu më i interesuar për të kufizuar SPAK-un. Nëse nuk pranojmë këtë, pastaj jemi jashtë analizës. Edi Rama është targeti i reformës drejtësi. Kur themi që ai don me cungu, është don me zhbërë reformën drejtësi. Ka interes që ta kufizojë dhe t'i pres krahat reformës në drejtësi. Edi Rama dhe SPAK-ut specifikisht. Nëse Edi Rama është aq i përgjithshëm me bëhat muhabet, ne duhet m'ia dhon titullin mret i përjetshëm i Shqipërisë dhe mbaroj muhabet. Mret i kujt? Po pse Albatros, më fal, nuk pati nisëm nga kjo qeveri për ndryshimin e kodit penal dhe pastaj u zmbrat. Ndryshimi i kodit penal është gjë. Po ai nuk po thotë që do ta marrë gjithë reformat dhe do ta ngrinë në demokraci. Ndryshimi i kodit procedurës penale është gjë më normale në demokraci. Nuk pyetet SPAK-u për ai nuk
tha që do marri reformën dhe do zhbëj kushtetues. Gjëja më normale. Ai po thonë që do zhbëj komisioni Xhava që lidhet me SPAK. Këtu ka pasur propozime publike të qeverisë për ndryshime penal dhe janë zhmbrapsur. Janë zhmbrapur pas presionit ndërkombëtar që nga çështja ka lidhje kodi, ai po të flet për ndryshim kushtetues. Kjo majorancë. Por ishte komisioni Xhava jo ndryshimi. Jo komisioni Xhava, jo qeveria. Ka propozuar është tjetër gjë. Lutem, Alba, po vjen keq ndryshimet të kodit penal për pezullimin e ndryshuar kodi procedurës penale. Okej, ajo po. E paraqiti publikisht apo jo ndryshimet e pastaj i troqi nga parlamenti. Mos mbytemi te kodi, një sekond lutem. Të mos mbytemi te kodi. Bën koncesionet se natyrë. Po jo, të dëgjojmë pak. Nuk është çështje kodi. Ndryshimi po nuk është çështje kodi penal, bashkë me kodin penal do ndryshohet dhe kodi procedurës penale. Ky është kompromisi vetëm. Nuk ka menim gjyqësori se si e ndryshon ligjin kuvendi. A me zhbë reformën drejtësi, a me ndryshu kushtetutën, me ndryshu ligjin special. Po lërini tash mos bëni spekullime këtë niveli. Po pra, kodi penal kur ndërhyet aty dhe thuhet që vepër penale nuk është ajo e korrupsionit, po quhet shpërdorim detyrë, e kalon në çështje civile, nuk arreston më. Po pra, po shpërdorimi i detyrës. Po pra, shpërdorimi i detyrës nuk është më penale, dhe aty ti fut, dhe ti aty fut që ke marrë një vendim gabim në firmosjen e X gjëje, pavarësisht se ka qenë korrupsion, po në fakt ka qenë shpërdorim detyre, e ndave çove në përgjysmë të gjën dhe kalove situatën që korruptoi, po nuk dënohesh penalisht. Po ndërhyrje po flasë dhe kjo ka ndodhur dhe ka ndodhur. SPAK-u nuk duhet lodhet kaq shumë. Ta mbarojmë pak argumentin ose për t'ia lehtësuar punën SPAK-u që të ketë sa më shumë çështje të bërë ky ndryshim. Kjo është kodet penale dhe kodet e procedurës penale gjithmonë botë evolojnë. Shqipëria ky nuk është evolim, ky është lehtësim. O Albatros, ky është evolim. Janë spekulime, kemi një kryeministër i cili ka dalë publikisht dhe ka folur për ndryshime kushtetuese, për ndryshime të arkitekturës së shtetit. Pse? Për kushtetues më i bën 100%. Për çfarë? Jo, ndryshime kushtetuese. Jam kurioz. Po një sekond. I bëjmë ne nga studiot apo deputetët nuk vënë? Po se parlamenti atë rol ka. Ta mbaroj pak fjalin deri në fund që edhe të kuptohemi dhe mos. Po thua pse? Po ta bëjmë bashkëbisedim është llafi. Po pra, po nuk mund të jetë bashkëbisedim në 30 sekonda sapo nisu. Në momentin që thua që pse kryeministri do të bëjë ndryshime kushtetuese, u them, ai bën parlamenti. Po ai bën qëllimi tani vijojmë, qëllimi është pro Shqipërisë apo është pro vetvetes?